Në një vend të largët nga qyteti, ku e vetmja gjë që të rrethon janë malet dhe dhimbja që ke nga kushtet që jeton. Në një shtëpi të mbuluar nga drasat, tullat dhe aty ku futet në çdo vrim të ftohtë nga jashtë. Në këto kushte jeton familja Liriton Jakupaj, nga komuna e Malishevës, të fshatit Ladrovc, mbi 5 vite. Kjo familje përveç skamjes më e vështira për prindërit, është të shohin fëmijën të sëmur dhe nuk gjejnë një rrugë për ta ndihmuar. Lutja e tyre që bëhet me vite, është i shohin këta fëmijë brenda një shtëpie ku nuk u mungojnë gjërat më elementare që i duhen një familje. Po jetesën të më i me ka zulla bëllë, mas pori që qikë nuk e kam mirë hesë të mollën, nuk e kam mirë hesë, edhe kushtet mirë ushme më përshen edhe vetë që shoshtë, me një dhumë jetaj që të që më është, kjo pa do të me posë asminja, çdo kush ko që me posë një ambient posër, mas pori, po kjo edhe ambienti nuk e ka të posër, e më nëvë të sa dush, po me një shpit vjetër nuk mund është me bon, kur gjohë hesë adin, pas e ti basa dush kur pluni, se kje mëshme është. Edhe me thonë, Çka ka vajza? kjo ka epilepsi, ka smundje, ka gjatron, me jes nuk ecë, me fol nuk flet, me po në largë nuk shre, edhe me ndëgju nuk ndëgjën, pe i slorë të veç me afru nga të shumë. Dhe me thonë, gjendje kësona që shtu, edhe me dalë për shamëll, dikon, me pos mundësijin me dalë me punu, është problem, shkok i kësoj sonë dalë me punu. Se në moment kësoj këtësu e gjendja. Edhe, qështu që është kje, dhe me thonë, smundje shumë e keqish. Po Allah ka sprovu, e sprovën do të mja pranu, s'kem qare. Se i për këtë qikës i falendrej kej donatur, më ka një mund për me qutë e mi e ki. Më ka një mund për terapi, më ka një mund Allah ishë për bleft kejt, ama për shpi është pak problematik, se për shpi ka mundësimi pas kustet tonë, për shamëll, po një shpi me maru është problem. Për shamëll, unë me qëtësik që shtu në për veti kur shvisën mërej. është pak problematik për mua se jam vetë. Me pos bile për shembull një krap vetë, fikall vetë të problem. Me njerëz mund shpev problem. Jeta i paspërvajke. Shumë ranë. Për mua, unë shumë e ronë, se me po vlodin të s'jellë rëgatel, e me se pas mundësisha me bo është mjerem. Po sprova të Allahut janë tu. Nuk muna me ikë, sprova të Allahut, se Allah i sprova njerës. A për mua ranë shumë. Veçanarisht për prind, jesh mjerem e po gjendjen e një thminjës shtu. Veçanarisht thminjës vetë. Se atë hujën me po dhe kam dhimë. A më është mjerem me po në që gjendje që shtu thminjën. është ranë shumë. Bile me pas mundësimi a bo kushtet, po edhe kushtet nuk pa janë mundësi. Nuk pa janë mundësi, se nuk pa mëj me dollës me punu. Shko kërë qikës. Me ka ofër thët njeri, del po në nëzirë një ditë, ju bje buk të shpija, po për ljarë smoj, se moment i kequa gjendja shumë ranë. Shumë era këmë qua dhe në mbëllon pandjenja tjetës. E din edhe mbëllon të din krejtë edhe shotis që fa gjendje ko. Mjere më ranë shumë. Dalë në fush, dalë e kja stresin se mjere më ranë. Shumë ranë. Për prind dishanë. Gjendjen e kemë shumë të ranë, ma të ranë se gjendja qikës e kemë asë një.
Kja as mën me fol, as mën me hec, as me nejt ungj, as me hangër, as me pi, as kur gjë hec. Për mua është vështirë, veç ma vështirë se për këta sa për kërkan. Për ta në sajnë ta vështirë, shumë. Shumë rana, si me mas, si me vesh, si me dha me hangër, me pi, me tanët. Shumë rana. Për i lau që edhe ma ranë, burri sot të pënjo, shërë saj s'fa më në më shku me pënjo, se gjendja shumë, gjendje në ranë, ka se gjdo minjët i nalët frima, jetë pas një pikë frim, jetë. Me konse kësh morë gjomi i këto nautën, bile pas nautën. Këj 2 orë i ban kjo gjëmë. Dhe me thonë 24 orë 2 orë gjëmë. S'len heq natës detës. Shumë e ronë në gjendje sona. Jam të ngojtë edhe në për mjekë që shtë. E kom qume, e kom posë në Macedoni që tash. Shteja i spitali privat e zë vetë. A i ki kushtet të se ki e zë vetë, a i që ishte dera për shambull për me kontroluaj, thët a ki po rëndash me një. Po falimnes donatorve, falimnes edhe bobës tam që ka pos pak bu ma gjidurën për me quën në Macedoni. E kom quën, dhe me thonë, kontrolën ja kom bo dhe një qëzime, edhe mja qëtën hopat për nuk kam imi gjithë në për Kosovë. Hopat edhe të shtrajtë edhe shumë ranë shumë. Për një prend, një shranë, me posë minjën e vetë të shku zhakë. Mi bo 5 vjetë vënë me thjetë babë me shkuën, me dollë me lumë me thminjë tjerë, këtë vinë thminjë atjerë, kje veç i këshyja për stjartë. Ngën, shapa batë. Ka qef balë me shku me lumë me ta s'munët, s'ka mundësi. Dikur ëndronte të ketë një qels në dorë, ku ta hap derën e një shtëpie të re, dhe tash, ajo ëndër ju plotësu kësaj familje. Dhe si që dihet, një shtëpi nuk bëhet pa donator, dhe donator kryesor i këtij gëzimi nëpërmjet jetimave të Ballkanit është Albi Mall. Kësaj familje, lajmin më të mirë që morën ishte shtëpia, por nga lumturia ju shtua një tjetër dhimbje. Vajzën që kishin pasur të sëmur, u largua përgjithmonë nga kjo botë. Ajo vdiq sepse nuk mundi t'i bëj ballë sëmundjes së saj. Po, shumë mirë, atëja ku jena konë të jetua, konë katastrofë, ta është në shpetrej, shumë mirë, doqë. Shumë mirë shpia, me gjithë se unë për veti nuk isha mujtë me bo një shpi, në ashtë të dikur ka pak ishë bo, mu fillë së kërtash që o bo. Ve shpia është shumë mirë, falendrej, edhe mjeshte që kam punu, jenë ko shumë mirë, falendrej gjithë. Po shumë atlet, se nërësh është me jetu me një dhomë, nërësh është me jetu tash me një shpi, me thonë, sa ja ko veç një dhomë. E tash e kam shpi. Kanë ku me flajt, tonë të orë, bukën me bo ma veç, me flajt, gjumin e bo ma rahat. Gjithë shka ma mirë është. Shumë ma letë është. E falenderoj Albi Mallin që më ndërtej këtë shpi, i falenderoj gjithë ata që kanë marrë pjesë rreth kësaj shtëpisë. Po atë vajzën që kanë posë, më ka vdek. Po ajo më ka vdek që 7 muaj. Ako pa u bon me remeta, dhe mrena, një kur mje kejtjen këtë kryne ndërtimi vrasht, e kom promuën edhe këtë gjenazën e sona. E kom posë edhe për gjallë, edhe këtë me këqyrë, për edhe gjenazën e kom promuën këtë, e kom hekë për i shpijës të e kom që të vorën. Se a bon dhe aja me një fjallë
A ka dhe aja një mes e modhe për familjen tonë, që këna unë e bukë shumë edhe pisaj. Po Zotis e ka dashtë ma shumë. Kom pas qef, pejtohet, me jetë pejse shpije me dalë gjenazja me qote e varet. Faleminderit shumë për juve, hoqës dhe krejt donatorëve që kanë kontribu, qoftë edhe një gjithë cejnë, si thojmë një fjallë, se muni tyne edhe nasi jena me skame për i gëzojnë këtë shpija. Allah ja mundësoft aty në gjeneti mas pari, edhe tanat mirë në këtë botë. Se me të vërtet kanë dhonë kontribut madhë, se nuk është letë me maru një shpi për shama dhe se me gjithse janë të maru shumë shpija. Ba mirë sa të Allah i rujtë, kur Zoti mos i hupt. Mos e humbni kur shpresën nga Zoti, sepse një ditë lutja që keni bërë do t'ju plotësohet.